Moderatorja e njohur Kiara Tito ka vendosur të mos hesht më përballë komenteve fyese dhe gjuhës së urrëties që merr në rrjetet sociale. Së fundmi, ajo ka bërë një veprim të papritur duke ekspozuar publikisht një nga ndjekëset e saj që i dërgonte mesazhe ofenduese në privat. Nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në Instagram, Kiara ka ndarë bisedat ku ndjekësja ofendonte në përgjigje të videove të ndryshme. Në një rast, pasi moderatorja kishte shpërndar një thirrje për ndihmë për një person në nevojë, komentuesi e ka sulmuar duke i thënë se i ka hyrë vetja në qef. Ndërsa në një tjetër postim, ku Kiara tregonte se kishte marrë ndihmë për pastrimin e shtëpisë, e njëjta ndjekëse ka ofenduar me fjalë banale, duke i quajtur baxhell dhe duke akuzuar se thjesht përton. E lodhur nga ky negativitet i pajustifikuar, Kiara ka publikuar jo vetëm mesazhet, por edhe emrin e llogarisë dhe foton e kësaj zonje, duke i bashkangjitur një mesazh të qartë për fenomenin e bullizmit kibernetik. Sa bukur flet zonja e nderuar, pasi futet për të sharë njerëz që as nuk i njeh, dhe pastaj kujtojmë pse është bërë kaq toksik rrjeti, ka shkruar Kiara krahas pamjeve të publikuara. Ky veprim i moderatores tregon një revoltë të hapur kundër fenomenit shqetësues të gjuhës toksike në rrjet, duke treguar se personazhe publik shpesh përballen me sulma të rënda pas një shkak nga njerëz tërësisht të panjohur. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë megjithatë. Kiara Tito ka shprehur që nëse persona të tjerë vazhdojnë kështu, do ta ndjekë këtë rrugë në gjykatë dhe me ligj. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.